Jam në një dyqan këtu në Rom dhe ajo që më përshkoi syt janë uratët që janë praktikisht si tip testfish, por që i përdorin të krishterët dhe janë me shenja kryqësh ose me Ave Mari. Këto që kanë shumë të lezetshme, nuk e di çfarë janë këto. Të pa hapim më vonë, por këtu për shembull ka urat për të bërë dhurata. Për ato që se din, unë kam bërë urat kur jam qenë e vogël dhe në lagjën tonë kishte gratë krishtera që punonin urat. Praktikisht këtu unë e di komplet se si bahen dhe këtë kryqi bile se mbaj mend. Unë e di komplet formën e tyne, si lidhen, si punohen. Është një gjë që kur e shikon, mu më kujton një atë pjesën kur ne i punonin për të fituar disa lek dhe është shumë e bukur. Të paktën kur i shef kështu është praktikisht jashtëzakonisht shumë e bukur. Janë edhe rruzat që ne i kemi përdorur. Për shembull, këto rruzat këto ne kemi bërë urat me to. Ka shumë rruza që unë i kam përdorur, për shembull, këto kemi bë, këto i kemi punu. Këto që janë drunit edhe këto i kemi pas, edhe ato atje i kemi pas, përse nuk i kemi bërë në të njëjtin model si puna këtyne këtu. Nuk i kemi punu me pe, por me kunja apo me tel. Dhe sinqerisht kur e shikon të jep një ndjesi shumë të bukur. Fundit kemi bërë diçka cute. Shikoni sa të bukur. Këta ato të vogla që gjithmonë kanë nxjerrë jetën, to bëhen me tel shumicën e kohës dhe janë pak më të vështira, se këto që janë të mëdha ose janë me kunjat e vet. Sepse ka dy forma, një për t'i futur në tel, për shembull këto e kemi bë. Këto i maj mend, këtu i maj mend. Si punime. Dhe un kam punuar atë. Pra praktikisht un kam bërë këtë që shikoni këtu. E kam punu komplet dhe e di si ta punoj komplet këtë gjë. Është e çmuar për krishterët. Por kur kemi qenë fëmijë ne kemi punu këtë. Do të jetë e çuditshme për njerëzit që ndëgjojnë për momentin, por atëherë nuk kam qenë në besim apo nuk kam qenë praktikante e rregullt, i them kështu, e fesë islame dhe kur jam qenë fëmijë pra unë i kam punu.